Kandidati për deputeti i Partisë Socialiste Vullnet Sina ishte ndalur në një bashkëbisedim të ngrohtë me banorët e Velçës dhe krahinës së Smokthinës, duke u njohur nga afër me kërkesat dhe prioritetet e tyre. Kush më ka ndjekur në parlament, unë kam pasur ca pika kyçe ku kam diskutuar. Disa probleme që ne i dim të gjithë, siç është problemi i parë që unë vendos problemi i pronës. Certifikatat e pronësisë tokës, certifikatat e pronësisë shtëpive. Problemi i dytë janë rrugët, asfaltimi i rrugëve të fshatra. Në këtë pozicion që jam si deputet, mendoj që votën e çdo njërit nga juve që më keni votuar, e kam vlerësuar sikur më keni dhënë besën. Dhe më keni thënë, merre Vullnet këtë besën time, merre Vullnet këtë dorën time, merre këtë Vullnet të fjalën time dhe më përfaqëso në parlament. Dhe jam përpjekur që gjatë këtyre 8 viteve t'ju përfaqësoj si një lab i shtruar. Po unë do ju them që këtu fola për veten time, po do flas edhe për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Do flas për atë objektiv që i ka vënë vetes Partia Socialiste dhe Edi Rama, futjen e Shqipërisë në Europë, pasaportën europiane. Është një ngjarje historike për ne, si shqiptar, që ta realizojmë. Ka arsye për ta mbështetur Partinë Socialiste dhe unë e di që ju keni qenë djepi, baza e të majtës socialiste, jo vetëm në Vlorë, por në Shqipëri. Dhe ja keni dhënë gjithmonë mbështetjen. Këtu Smokthin dhe duke sigurisht që janë Smokthinë, po fola vetëm për Smokthinën dhe për Vlorën. Për lumin e Vlorës. Unë jam sot dhe deputet i Vlorës. Se më doni mua të më kërkoni llogari prap, t'ju vi prap t'ju takoj, se unë nuk vi vetëm në fushata, unë këtu jam. Për ditë. Me fjalë do të veni të vendosni kryqin të emrin im atje i parafundit. Deputet do të thotë të vesh në parlament, të të votoj populli. Të doj populli. Dhe sa herë të vesh atje të futesh në parlament, mendosh që këtu, në këtë vend dhe në këtë karrige, mua më ka sjell populli. Nuk kam ardhur se kam pasur privilegjin tim, po më kanë sjell njerëzit dhe unë jam në shërbim të njerëzve. Gjatë fjalës së tij, kandidati për deputet Sina i theksoi se do të mundohet të përfaqësojë dhe njësisht jo vetëm banorët e kësaj krahine, por të gjithë qarkut të Vlorës.